Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron. Mbrëma. I dashur mik, mirë se vini në këtë puntat të veçantë të emisionit të sotëm, ku do të zbulojmë historinë e njërës prej atyre grave më të njohura dhe më të diskutueshme të Shqipërisë së fillim shekullit të 20. Do të jemi me Sara Bloshme, një grua e lindur mes perëndimit dhe lindjes, e bukur, inteligjente, e civilizuar, e cila me një hap, një vallëzim dhe një vendim të guximshëm ka arritur të ndryshojë perceptimin e një mbreti dhe të ndikojë në rrjedhën e një vendi. Sot do të flasim për jetën, misteret, ndikimin e saj përmes një interviste hipotetike, ku Sara Bloshme do të na rrëfej historinë e saj. Këmbët më mbar, po me mundon një dashuni. Tash për çdo piraki edhe vend gjithë kem që helmojnë, por mu po më ngushton, ti mundesh me më shpëtu. Të lutem ndihmo, se jetën ma helmoj ky sharap, çdo gotë po të shoh për qafuar me te, si spate pa mëshirë, me mjone kohë më të mirë, kur gjitha ty t'i dhash, prej kanë jo pa besni, pse futje haram ke bo, këmbët s'më mbaj. Sa po t'kom pi, druse po vdes, pa dashuni. Tash për çdo natë piraki edhe vend, gjithë kem që helmojnë, por mu po më ngushton, ti mundesh më shpëtu. Të lutem ndihmo, se jetën ma helmoj ky sharap, çdo gotë po të shoh për qafuar me te, si spate po mëshirë, mjone kohë më të mirë, kur të gjitha ty t'i dhash, prej kanë jo pa besni, pse putjet haram ke bo, edhe unë jam. Këmbët s'më mbaj, po më mundon një dashuni. Sa fata, këmbët s'më mbaj, sa e kam për jetë, jo, hala do t'pi, jo, sa bejo jam, këmbët s'më mbaj. Sara, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma Almira dhe të falenderoj shumë për ftesën. Sara, dua ta nisim nga fillimet e tua. Kur dhe ku keni lindur? Unë kam lindur në Stamboll në vitin 1904 dhe në fakt ishte një fëmijëri shumë e veçantë,
Fëmia i tretë i kolonelit Vehab Beserdar dhe i Mevedet Vlorës, vajzës së madhe të Ismail Qemalit. Dhe pas shpalljes së pavarësisë, familja ime u vendos fillimisht në Francë dhe mëtej në Shqipëri. Sara, ju quheni Sara, një emër princeshe. Si ndiheni kur e shquani tek të tjerët? Si ndjeni që mbartni këtë emër? Që është i veçantë, duhet thënë, ëh? Pa diskutim që është jo vetëm një emër i veçantë, por sigurisht edhe një ndjesi e veçantë për mua, duke qenë se Sara, një emër princeshe, gruaja e një deputeti, mbesa Ismail Qemalit, lindur dhe rritur mes perëndimit e lindjes, do të arritë të jetë gruaja më e civilizuar, më e bukur dhe më e përfolur e Shqipërisë së kohës sigurisht Ahmet Zogut. Sara, ju jeni njohur për bukurinë dhe inteligjencën tuaj. A mund ta përshkruajmë, nëse do mundeni sigurisht të përshkruani vetveten në kontekstin shoqëror të kohës, sigurisht? Po patjetër, nga fotot dhe tregimet familjare gjithmonë kam dashur të jem e civilizuar dhe e përgatitur. Në ambientet aristokrate të Stambollit dhe Parisit, ku u rrita sigurisht, bukuria nuk ishte mjaftueshme në fakt për të dalluar veten, duhej sigurisht edhe inteligjencë për të vlerësuar atë dhuratë të natyrës. Nuk i jepja rëndësi diskutimeve të kota, edhe pse disa e përshkruanin jetën time si liberale. Sara, ka pasur shumë zëra rreth jetës suaj personale. Ju jeni martuar mjaft e re me Selahedin Bloshmin dhe keni pasur një vajzë e cila quhej Vera. A mund të na tregoni pak për këtë periudhë të jetës suaj? Po, unë martova me Selahedin Bloshmin, i cili kishte kryer Akademinë Ushtarake Franceze të Saint Cyrit, dhe ne patëm një vajzë, ashtu sikurse edhe ti e Verën, e cila më vonë u bë një piktore. Për një periudhë ne jetuam në Bukuresht, ku Selahedini ishte ambasador i Shqipërisë dhe më pas u kthye në Tiranë. Sara, duhet thënë se pas vdekjes së Selahedin Bloshmit, ju u martuat me ushtarakun anglez Vendaule Robinson. Disa thonë se kjo martesë kishte vetëm qëllim largimin nga Shqipëria, nuk e di sa e vërtet është? Absolutisht që kjo nuk është e vërtet. Unë mund të largohesha nga Shqipëria kur të doja, unë edhe gjatë luftës pa u martuar me Robinsonin. Martesa nuk ishte për interes, por ishte një zgjedhje personale. Unë desha të vijoja jetën këtu në Shqipëri, madje pas vdekjes sime, Vera kujdesej për Robinsonin, gjë që tregon se marrëdhënia jonë nuk ishte thjesht për largim apo interes siç mund të ishte interpretuar në atë kohë. Të falenderoj që e ndat këtë pjesë jetës tuaj. Mirë, Sara, tani do të shkojmë tek një nga ato momente të cilat ju jeni evidentuar dhe jeni komentuar gjatë asaj kohe në lidhje me fustanin tuaj të shkurtër, vallëzimin tuaj të lehtë dhe mënyrën, impaktin që keni pasur, ndikimin pra tek mbretëria. Si mund ta kujtojmë atë moment? Po Almira, me një vallëzim të lehtë, siç the edhe ti, pa ferexhe dhe me një fustan të shkurtër, do të arrija të ndryshoja bot kuptimin e Ahmet Zogut për ndryshimin e Shqipërisë drejt perëndimit, duke lënë pas kanunin dhe ligjin islamik. Sara, është një libër i cili është shkruar për ju, dhe në të thuhet se ju shfaqeni pranë mbretit Zog. Tani këtë marrëdhënien tuaj me të në këtë periudhë, mund ta deshifrojmë pak, mund ta ndajmë me dëgjuesin? Po sigurisht do të ishte kënaqësi për mua dhe këtu do të shtoja që i gjithë romani në qendër do të ketë dy personazhe historike. Sara Bloshmin dhe mbretin e Shqipërisë Ahmet Zogun, por që romani nuk do të mbetet vetëm tek historia, ai do të gërshetohet nga romancat dhe misteri, duke mbështjell nga petku artistik dhe tërheqës, qoftë edhe nga ana historike, ku preket sigurisht periudha e Shqipërisë gjatë mbretërisë së Zogut, qoftë nga pjesa e misterit, thurja dhe zbulimi i vrasjes së Selahedin Bloshmit, pra ish bashkëshortit tim, dhe nga ana sentimentale apo dashuria me Zogut për Sarën. Për juve, pra, patjetër. Sara, ju jeni shfaqur në skenën shqiptare në një moment kyç për mbretin. Si ka qenë ndjesia juaj asaj kohe? Almir, unë u duka në skenën shqiptare pikërisht atë herë kur mbreti Zog kishte nevojë për më së shumti ndryshimet, pra, si të themi, për ta mbajtur sa më gjatë pushtetin.
Thuhet se ishit ëndra e ndaluar e çdo mashkulli dhe arma sekrete e çdo mbretje. Ky reputacion është pak i rënd, është i fortë, por ju si do të ma interpretoje Sara Blleshmi? Në fakt, kështu kam dëgjuar, edhe unë, se isha ëndra e ndaluar e çdo mashkulli, pra si që the edhe ti, arma sekrete e çdo mbreti, dëshira e fshehtë e çdo politikani, fantazia e ndezur e çdo diplomati, pra një thesar i fshehtë i çdo pasamiku dhe muza e çdo artisti. Më pëlqen te kjo fundit, pëlqen muzë, sigurisht është shumë bukur dhe është secila grua, patjetër. Mirë, Sara, flitet shumë për ju në lidhje me darkat mondane të kohës së Zogut. Tani mund na tregosh pak çfarë ndodhte aty dhe roli juaj, si ka qenë, çfarë bënte, çfarë ndodhte? Interesante kjo pyetje, sigurisht për ta ndarë edhe me dëgjuesin tënd. Po, është e vërtet që isha mjaft e spikatur në darkat mondane dhe s'kish si të ndodhte ndryshe. Për te i bukurisë, thuhet se kisha edhe aftësi të mira në kërcim. Natyrisht të gjëra që binin në sy, jo vetëm meshkujve, por gjithkujt që më shihte. Kërcimi është gjithmonë një armë shumë e fortë dhe ndjellësa për gjinin tjetër. Pa diskutim. Kështu që luma ato që e posedoj. Sigurisht, një nga pikat e forta mbase edhe të vajdave dhe grave. Sara, thuhet se gojë pas goje janë bërapur histori të ndryshme për ju, disa edhe për të keqë, ma ka ndonjë të vërtet këtu brenda? Në fakt, Almira, historitë e mia në tërësi, qofshin to personale dhe jo personale, në fakt janë interpretuar në shumë mënyra. Disa thonë se kam qenë agjente e shërbimeve sekrete të Zogut, të tjerë e përmendin lidhjen time me të. Nuk mund të them me saktësi çdo gjë që thuhet apo që qarkullon në formën e mbase të thashë themit, por fakti që shumë e lidhnin figurën time me jetën politike dhe shoqërore të kohës tregon ndikimin që unë kisha në atë periudhë. Sara, megjithatë, ju keni arritur të largoheni nga Shqipëria me Vanderlei Robinson. Ky vendim çfarë ndikoi tek ju në jetën tuaj? Unë në fakt e ceka edhe pak më parë që largimi im nuk ishte për interes me ardhen e regjimit komunist, u desh të siguroja mbrojtje për veten, por sigurisht edhe për verën, vajzën time. Martesa me Robinsonin na dha mundësinë të jetonim jashtë vendit, por unë kisha gjithmonë lidhje me Shqipërinë dhe kujdes sigurisht për familjen time atje. Sara, edhe sot, shumë vite pas vdekjes suaj, fjalët dhe thashë themnaja për ju vazhdojnë ende. Vion edhe librat shkruajnë shumë personazhe të kohës, të cilët e ndinë, ka rromuar mirë historinë e mbretit Zog dhe aktualitetin e kohës, ndinë shumë ngjarje të cilat besoj se mbahen në të fjetura, por dëgjuesit sigurisht ka interes që ne t'i sjellim edhe kësaj here variantin tuaj. A mund të na tregoni pra në lidhje me ato thashë theme të cilat qarkullonin? Edhe pra qarkullojnë ende pas vdekjes suaj, Sara. Almirë, mbase thashë themet deri diku dhe teoritë konspirative, mbase nuk do të marrin në fund kurrë dhe mbase kur nuk do të vihet ajo pika apo pikçuditja pak rëndësika, pra gjithmonë mund të ketë një pikë pyetje kur përmendet e bëhet fjalë pikërisht për mua, për Sara Blleshmin, por histori, thashë themnaja, libra të ndryshëm dhe romanet që më përmendin, si për shembull Agenti 333, janë reflektimi asaj kohe dhe ndikimit që unë kam pasur. Cili variant është i vërtet? Këtë nuk mund ta them me siguri, por e di që ndikimi im ka qenë i ndjerë dhe se njerëzit kanë mbajtur kujtime për mua, për mirë apo për keq, kjo pak rëndësi ka. Veç njëherë kjo jetë jetohet, me mungon dashnia jote. Gjenë me ty kush dashurohet, gjithë e mirat e kësaj bote. Ja pra, rinin ta gëzojme,
mos ta qojmë na jetën kohë. Në kafene të natën vonë, drit me banë shikimi jo. Kur violina këpusi të ri, për ty kangen ka me marë, hajde pra e luj ma belin, mos me fut në vete gjallë. Dalo jetë se du me t'knu, me orkester e shoqni, një dolli për ty me qu, ti me mban gjithmon të ri, ah ti me mban gjithmon të ri. Pritem pak, o jetë lute, ndalu pak pa shrinin time, kam hala me vapos ngute, me plotsu dëshiren time. Ndaloje, ku don me shku, me jatë grejnë bash një dobi, o sa shumë ka me t'kallzu, mos ma len shpirtin boshli. Si të ri, për ty kangen ka me marë, hajde pra e luj ma belin, mos me fut në vete gjallë. Dalo jetë se du me t'knu, me orkester e shoqni, një dolli për ty me qu, ti me mban gjithmon të ri, ah ti me mban gjithmon të ri. Kur violina këpusi të ri, për ty kangen ka me marë, hajde pra e luj ma belin, mos me fut në vete gjallë. Dalo jetë se du me t'knu, me orkester e shoqni, një dolli për ty me qu, ti me mban gjithmon të ri, ah ti me mban gjithmon të ri. Mirë, shkojmë dhe njërë tek viti 1945, ku ju jeni larguar me vajzën tuaj Verën. Më trego pak për këtë momenti, kjo ndodhja e largimit tuaj me Verën. Po, është e vërtet, në shtator të atij viti, një avion amerikan që vinte nga Sofia ndaloi në Tiranë për të vijuar më tepër në Napoli, dhe midis pasagjerëve ishim unë dhe Robinsoni dhe sigurisht patjetër edhe Vera. Si arrita të siguroja leje kalimi dhe për vajzën nuk dihet me siguri, por ajo hipi në avion për të përshëndetur me mua dhe menjëherë dyert u mbyllën dhe piloti u nis. Sara Bloshmi, ju u kthyet përsëri në Shqipëri, por kësaj here si shtetase angleze. Si ka qenë jetesa juaj gjatë qëndrimit atje? Sigurimi i shtetit në fakt më ndiqte apo më përndiqte këtë nuk dua në fakt ta them me siguri, jo se nuk e di, por po them që më ndiqte në çdo lëvizje, çdo takim që kisha me miq të veçantë, shumica bejler dhe personalitete të kohës së zogut. Simpatizant sigurisht të imperializmit anglez. Takoheshim me miq të ndryshëm, duke u dhënë intervista dhe gazeta politike të së djathtës. Dhe çfarë ndodhi më vonë me vendosjen tuaj jashtë Shqipërisë?
Fillimisht u vendosëm në Rom, pastaj në Londër. Vera pasi u martua me ushtarakun anglez James Avery Mellett, qëndroi fillimisht në Rom dhe më pas sigurisht që erdhi pranë meje në Londër. Edhe pas largimit ton, sigurimi e ndiqte korrespondencën me Shqipërinë, foto dhe letrat që unë dërgoja te nëna ime në Tiranë, pa diskutim që fillimisht ato kalonin në duart e tyre, më pas tek nëna ime. Sara, ju jeni kthyer pjesërisht si personazh edhe në literaturë edhe në film apo jo? Po Almir, historia ime është përdorur si në libra, ashtu edhe në filma. Në romanin Agenti 333 i Dimitër Karagunit, do thosha që është shumë interesant, unë aty jam përshkruar në emrin Sava, në fakt. Aty, si edhe në libra të tjerë, figura ime u përdor për propagandë kundër ish shtresës së lartë shqiptare. Megjithatë, më pëlqen ta kujtoj veten si një ikon të bukurisë dhe inteligjencës, asaj gruas aristokrate të shoqërisë shqiptare që mbajti dinjitetin dhe vlerat edhe në diasporë. Sara, romani është shumë i vëllimshëm, por lexuesi thotë se e lexon me një frym atë dhe nuk i humbet asnjëherë interese. Të pëlqen ky fakt? Të përkëdhel Sedrën? Si e përjeton? Në fakt, unë ndjej që çdo faqe flet për mua, për jetën time dhe gjithçka që lidhet me veprimet dhe ndjenjat e mia. Autorit i ka dalë natyrshëm të ndërthuri historinë dhe misterin në pa e rënduar, po themi, rrëfimin, kështu që unë ndjej çdo moment si të gjallë dhe të afërt. Por pse është ky mister mbi vrasjen e burrit tuaj, Selaudin Bloshmit, i cili thuhet se ka bërë leximin kulminant, pra është një pikë mjaft e rrejsa? Po sepse çdo lëvizje imja, çdo shaka apo veprim që bëj mund të keq interpretohet në fakt. Autorit i pëlqen të tregoj mbi mua për sa i përket situatave të ndryshme dhe të përdor simbolikën, siç janë misteret, proverbat dhe lojrat me fjalët për ta bërë sigurisht lexuesin të mendojë edhe më shumë. Në Sara, se ndihmon përdorimi i proverbave shqiptare në roman? Sa të efektshme janë ato? Po proverbat japin një ton të afërt, njerëzor, më popullor, pra si themi që e afrojnë më shumë me lexuesin. Ato tregojnë se çdo situatë ka një kuptim dhe se tradita dhe mendësia e popullit kanë peshë në fakt në jetën time. Dhe për mua ato bëjnë që historia ime të duket më e gjallë dhe akoma më reale. Po kështu, romani përmend shumë emra, vende dhe elemente historik. Çfarë kuptimi kanë të gjitha këto për ju, Sara? Unë ndjej Elmir se përmes tyre lexuesi futet në një film, po themi, të kohës ku gjithçka që ndodhte më përpara dhe rreth meje me rrjet. Çdo vend, çdo personazh, çdo detaj ka ndikim në rrjedhën time dhe e bën rrefimin sigurisht më të plot. A mendon Sara se ky roman prek edhe pikat më karakteristike të popullit shqiptar? Po, në fakt ndjej që përshkruhen realitete që unë i kam parë dhe përjetuar, martesat e hershme, hakmarrja, tashethemet, paragjykimet ndaj atyre që sigurisht ndryshojnë nga shumica, dhe të gjitha këto më kanë formuar dhe më bëjnë atë që unë jam. Tani së fundmi gati Sara Bloshmi, çfarë do të thotë për ju që Sara Bloshmi ekziston edhe sot, edhe gati pas 100 vitesh? Do të thotë se historia ime dhe konfliktet e mia janë universale. Çdo grua që përballet me paragjykime, presione dhe pritshmëri të jashtme, patjetër që mund ta shohë dhe mund ta gjejë veten tek unë. Dhe për mua kjo është një lloj pavdekësie, një mënyrë që zëri im të mbijetoj dhe të frymëzoj brez pas brezi, pra të më bëj mua të jem e pa kohë. Faleminderit, Sara Bloshmi. Të falenderoj shumë, Almir, për këtë intervistë kaq interesante mbi jetën time. Goja nonës, amon dit për dit, për me të pa ty thonë dërquno, me zi e kom prit. Dhe pse lartë tirone, linde rritun jom, me bodasë me stirone, son dërune kam, amon on dërune kam. Nga Amerika në Australi, nusen do ta mon Shqipnit,
do vi unë nga onës, me botas mes Tiranës. Nga Italia në Shqipni, do vi unë për adashni, zemrën mal me japun onës, me botas mes Tiranës. Zemra si ta don, po mos kena lafit quno dasëm dun Tiranë. Vete si premtova, fjallën do ta maj, se do dal kadire babës me fuston të bardh, ah mon me fuston të bardh. Nga Amerika në Australi, nuse do ta mon Shqipni, do vi unë nga onës, me botas mes Tiranës. Nga Italia në Shqipni, do vi unë për adashni, zemrën mal me japun onës, me botas mes Tiranës. Nga Amerika në Australi, nuse do ta mon Shqipni, do vi unë nga onës, me botas mes Tiranës. Nga Italia në Shqipni, do vi unë për adashni, zemrën mal me japun onës, me botas mes Tiranës. Edhe kështu mik i dashur, përfundojmë këtë udhëtim në jetën dhe historinë e Sara Bloshmit, një grua e cila do të mbetet simbol i bukurisë, inteligjencës dhe mbi të gjitha i guximit në kontekstin shqiptar, një grua e cila ka sfiduar paragjykimet, ka ndikuar pa diskutim në botkuptimin e një mbretje dhe ka lënë gjurmë të pashlyeshme në memorien kolektive. Nga Elmira ju vjen përshëndetja e fundit. Ka pyetje që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një udhtim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron.